Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kushte është vendosur mbikëqyrje e përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Koçovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetat ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara, harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projekcionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Koçovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së Kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitare shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët. Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Feshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë? Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne, dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq dhe një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Rajoni. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Glauk Konjufse, paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e Kuvendit. Ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje, Konjufse garantoi mbështetje për të. Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e Kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ajo është Zonja Haxhiu dhe ky më mërmenja që do të jetë po ashtu propozimi i njëjtë. Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt të institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë e takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdigjiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet, domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të detyrës së presidentes Kosovës, Albulena Xhiu, me admiralin George Wikoff, komandanti i komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli të Italisë, admirali amerikan George Wikoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën.
Benjamin Haddad shkruan se prania e saj dëshmon për përkrajen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tanë francezë të vendosur në Kosovë. Kjo forcë e armatosur shumë kombëshe është shembull i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë pas takimit në Tiranë me ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme të Kroacisë, Gordan Radman, kritikoi deklaratat që vinë nga zyrtar në Beograd mbi pastrim etnik në Kosovë. Ferit Hoxha deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndërtohet mbi revizionimin historik, mohimin e fakteve, lartësimin e kriminalëve të luftës apo përmes retorikave nacionaliste, përçarëse dhe deklaratave të papranueshme që relativizojnë, justifikojnë ose u japin njehon krimeve të luftës dhe politikave të dënuara si nga drejtësia ndërkombëtare, ashtu dhe nga ndërgjegja njerëzore. Një qasje e tillë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me vlerat evropiane, me frymën e bashkëpunimit rajonal dhe me përpjekjet për pajtim të vërtetë. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e skaluarës, por duke u përballur me historinë, me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit. Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si dhe atë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrje në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur datësitë e skaluarës, për të ushqyer tensione apo për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit, nuk do të mund ta tërheq rajonin ton zvarr e as të cënoj të ardhmen ton të përbashkët evropiane. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Europiane i Kroacisë, Gordan Radman, në një takim me kryediplomatin në Tiranë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radman theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshirë gazsjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij do të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojnë mbrojtjes dhe vazhdimit të bashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është e përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian dhe mbështet projekte si gazsjellsi Adriatiko-Jonian, të cilat do të kontribuojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin trepalësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive. Siguria në Kosovë dhe rajon ishte edhe objekt diskutimi në takimin ndërmjet presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj me ministrin e Punëve të Jashtme dhe Europiane të Kroacisë Gordan Radman. Kreu i shtetit shqiptar falenderoi Kroacinë për avokatinë e vazhdueshme që i bën Shqipërisë dhe procesit integrues në të gjitha tryezat ndërkombëtare dhe mori dhe njëherë sigurinë dhe gatishmërinë e plotë të Kroacisë për të vijuar me mbështetjen në çdo aspekt të këtij procesi. Pashtu Begaj shpreu mirënjohje për qëndrimin e Kroacisë në mbështetje të Kosovës dhe vlerësoi se bashkëpunimi mbetet i rëndësishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarin e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën ajrore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile. Unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të gjithën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë. Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor. Autoriteti i konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç.
Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të përafërta të çmimeve, ngjashmëri të larta ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Evropiane Jorida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSAC-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%. Ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrja e llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendos kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj. Bota. Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresht. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi 2 dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresht për konsultime. Ambasadori rus u ftua në një takim nga ministria rumune, Oana Coju, ku ju dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antari të misionit Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarfikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjen, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë, zjarri detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuuan rreth 220.000 të tjerë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.